folit. Vjosa ka rritur së tepër mbi pluri. Urat e Vjosës kanë përshuar në përtoka, ja futur dhe në oborët e banesave dhe në shkollën në Ferras dhe në fshatrat e tjera. Ka përmbytur rreth 200 hektar tokë të pjellë. Ka mbetur tashmë uji është prezent edhe në oborët e banesave. Dhe pse argjinaturat u ndërtuan nga bashkit, si nga ajo e Florës ashtu dhe nga e Fierit, përsëri kjo është situata këtë mëngjes të sotëm. Kjo është nga zona e Ferrasit. Rreshjet ka rënë gjatë të gjithë orët pasdites së dieshme dhe të mbrëmjes. Për gjatë gjithë natës ka patur rreshje, prurje ka patur lumi i Shushisës nga Meshgorani, nga zona e Përmetit, Trino. Kjo është situata aktuale. Lumin e Vjosës në urën e Mifolit, ja dhe pjesa e tregut që është tetë e përmbytur, por ajo përmbytet gjithmonë sa herë që dalin rreshje. Ura e vjetër e Mifolit Mëngjes. Si është situata? Edhe 40 pond,